Një stuje e fortë breshti ka goditur pas ditën e së martës zonën e Frakullës në Fier, duke zbardhur rrugët e duke shkaktuar dëme të mëdha në bujqësi. Sipas fermerëve të dëmtuar, stuja e breshtit me intensitet të lartë ka zgjatur për disa minuta pa ndërprerje, duke shkaktuar dëme të konsiderueshme në nektarina, moll, dardha, ullishte, spinaq, por edhe në serat e mbjella me lule shtryte, ndërsa theksojnë që një breshë i tillë nuk ishte parë në zonë prej 20 vitesh. Dje rrethosh 2:15 e shumë da 2:20 ka rënë rreth 7-8 minuta breshër. Breshër ishe shumë i madh në mënyrë në breshët e zakonshëm. Dhe demi që bëri gjithnjë në pemtari. Në ullinjt u shkundi lulen, në nektarinën i la një blan që ajo nuk shitet kurrë, dhe në versari i kaputi dhe dekat me gjithë gjethe. Ju vetë jeni dëmtuar? Vetë unë kam 70 rrez ullinj. Demi nuk e di si mund vlerësohet, kam dhe 40 rrez dardha të hershme. Në këtë zonë këtu të ne në Kafaraj, që jam këtu, ka bërë deme në sharqit që kanë mbjellë njerëzit tanë. Edhe lule shtrydhja diskutojsh për të bërë dem, po erdhëm, ti themi, erdhëm me shpejtësi që i mbulu me i bem. Edhe ja, mua më ka bërë dem, edhe lule shtrydhja ka bërë këto anë, këte i ka bërë anë, i ka tërmur. Po e kam, e një dyly me ca spinaqe kam këtu edhe më ka bërë dem. Sidomos ullinjt e shtëpia, na tokat lartë, na mali që kemi, na ka bërë shumë dem, që nuk diskutohet. Në frutore dhe vreshta? Po, vreshtat, nektarinat këtyre shokët, se unë s'kam nektarin, po nuk kam me, ti themi. E shbërë shumë dem. Krahasuar me vitet e mëparshme, kur ka patur njëta fenomene natyrore, këtë herë ka qenë më me intensitet e lartë? Unë nuk kam parë asnjëherë breshën në Kafaraj. Është herë e parë që bie breshër dhe breshi pa parë, mbi 10 pond bresh. Ka ndenjur rreth 4-5 orë pa shkrirë. Shohim që ju ka dëmtuar edhe shumë spinaq. Po ka dëmtuar spinaq, ja çfarë t'i bëjmë? Janë rreth 500.000 lekë spinaqe aty, çfarë t'i bëjmë? Si unë janë shumë fermerë në fat se pjesa poshtë, na kanali Martinës edhe poshtë është komplet pemtari. Ai breshi dieshme nuk e shpar realisht pa edhe 20 vjet të themi ka mbajtur 20 minuta. Po ata i pash tash i pemt, edhe pse nuk duken, për momentin, pas 2-3 ditësh duke, kishin marrë goditje në kokër. Lastar, gjethe, po në kokër sidomos që është prodhimi. Edhe ajo tash i me rritjen e kokrës, zmadhohet plaga dhe nuk bën për tregme. Do që të marri kohë që t'i heqësh ato kokra në qoftë se mbeten të tjera. Po 50% njerë është dëmtuar. Sa e përllogarisni dëmin ekonomik? Po, unë kam me gjithë vëllan 8 dyly me gjysmë, atje janë rreth 600 pemë. Mos shumë pak minimalen, për 25 kg, i thonë 150 kujtal. Ne të manim 70 kujtal atje, për çmimi pastaj se sa shitet, se sa dohet tregu nuk e dim. Fermerët ponin se askush nuk ka dalë në teren për të parë verifikuar nga afër dëmet, ndërsa një zëri kërkojnë mbështetjen nga shteti për përballimin e situatës. Ju jeni të parë ashtu që keni ardhur dhe ju faleminderit. Tash shikojeni vetë, janë bërë shumë deme. Po nga njësia administrative, po nga bujqësia, nga bashkia, ka ardhur në një ekip? Jo, nuk ka ardhur. Jo, dashnor Troka, ti themi ai i komunës tu, po, ai ka dalë dje, ka dalë. U takuam kështu thjesht, edhe tha që do dalim, tha i për të parë, tha i qa deme që jenë bërë. Mendoni se mund të ketë dëm shpërblim për fermerët e dëmtuar? Po tash di, neve sytë na shteti kemi, po shikojni vetë, verifikojni vetë dhe na thoni që është. Për momentin s'na ka lajmëruar. Qose vinë mbrapa, për momentin s'na ka lajmëruar. Herët e tjera, kur ka ndodhur, keni marrë dëmë shpërblim? Na breshri s'mbaj mend. Na breshri, se edhe rrallë ka rënë fakt. Rrallë, nuk ka para 20 vjetësh ka rënë një bresh i tillë, po ka rënë rreth majt, që ishte edhe sharqiri 2-3 kilësh. Edhe ka bërë dëm të madh, po nuk mbaj mend tjetë dhen. Megjithatë, këto janë të natyrës, po edhe pak na shteti sikur na një ilaça, na një ushqim, na një diçka, bere qave si themi. Juve keni njoftuar në njësinë administrative, ka ardhur në një komision për të parë? Asnjëri deri më sot, dhe shpërblimet që janë dhënë më përpara, nuk e dim se ku vjen. S'keni marrë asnjëherë? Asnjëherë. Ndash në pemtarim që kanë mbjellë una, që janë dhënë shpërblim nga shteti, ndash edhe kështu, asnjëherë neve s'kemi marrë shpërblim.
Pra kjo është një zonë që goditet shpesh Goditet, nga fenomene të tilla natyrore. Goditet shumë herë nga fenomenet, ndash nga lumi, dalja e lumit, ndash dhe nga fenomenet e natyrës. Por ky popull nuk i njeh shpërblimet, as nga shteti, as nga ato të komunës. Ndërkohë, sipas informacionit të marrë pranë drejtorisë së bujqësisë Fier, janë dëmtuar rreth 60 hektar me pemtari frutore, ndërsa specialistë të bujqësisë pritet të verifikojnë dëmet.